djalosi Charlie. Çfarë të solli deri këtu? Nuk e drejton dot paftën? Gjuajtja nuk është e fortë? Mund të jem në gjendje të të ndihmoj, Charlie. Ajo sapo më lexoi një listë gjatë romanesh të shkëlqyera. Huckleberry, diçka, fikri me byrek, por ajo thashë libri më i madh i të gjitha kohërave, quhet Historia e lodrave të Leos. Një i moshuar që quhej luftëtar. Çfarë ke aty, Sherman? Kibos apo bit? Pra, ti je duke ngrënë ushqim njerëzor, ëh? Sigurisht që je. Babyt është një qen, kështu që dhe ti je një qen. Atëherë, ta tregoj unë. Kape. Skota marrës. Jepi qenush, skota marrës ushqimin. Ha pra, skota marrës. Sherman, skota marrës ushqimin. Ha pra, bëu një qenush i mirë. Wuf, wuf. A mos e rriti njeri? Faleminderit. Po ja çoj gufit këtë. Ka marrë një të ftohtë të keqe, dini? Kjo do ta mbaj atë shumë ngrohtë.